meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E lavdërojmë të madhin Zot Gjelle Shanu Gjelle Gjelalu me falënderimet plota edhe të larta që i takojnë vetëm atij. Dëshmojmë një zëri se i madhi Zot është një dhe një i vetëm, dhe Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam ishte njeri si gjithë ne i veçuar me shpallë hyjnore, i veçuar me Islam. Vëllezër motra të nderuara, që jeni në xhami, edhe ato që na dëgjojnë nëpërmjet regjistrimeve, i madhi Zot i qofshim falë. Tashmë e ka derdhë bekimin e tij dhe hapësirat e tij të mëdha hyjnore për njerëzit e vet në tokë. Sot ndargët mbasi perëndon dielli i madhi, Zot vendos 20 hyrjen e natës 20 për derdhë mëshirë të madhe, i begati të madhe, një mirësi të madhe hyjnore nga madhështia e vet për njerëzit e vet në tokë, besimtar, meshkuj apo femra qofshin. Dhe ditë që i fundit, vëllezër dhe motra të nderuara, ju begatoft i madhi Zot, është një mrekulli e madhe, një bonus i madh hyjnor për të na pa i madhi Zot dhe për të na përgëdhel me të mirat e tij siç dina i vet. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë: kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditëshin e fundit, veçanërisht në netët tek 21, 23, 25, 27, 29. Vetë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, atë shtratin e tij modest e mblidhte dhe shumicën e natës e kishte në ibadet, drejtuar shpirtin, zemrën dhe qenien e tij ndaj të madhit Zot. Vëllezër motra të nderuara, gjithë secili prej nesh sipas mundësisë le ta di që ka hyrë 10 ditë i mrekullive të mëdha, i begative të mëdha hyjnore, në të cilat i madhi Zot don t'japi sebepe dhe shkaqe me na pa me mëshirën, faljen, begatin, riskun, mirësitë e tij në dy botët. Në këtë 10 ditë të begat, në cilën profeti bonte shumë adhurim, shumë ibadet, veçanti nga ibadeti i madh që ai bonte gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës. Por në veçanti në 10 ditët e fundit dhe netët e Ramazanit, sepse donte që natën e Kadrit ishte duke madhëruar të plotfuqishmin. Dhe natën e Kadrit, e cila e mori këtë famë dhe Kadr, një nga kuptimet është natë e madhërishme, me pushtet madh, me fuqi të madh, me rrezik të madh, me begati të mëdha. Profeti i madh i zbriti suratul Qadr, në të cilën thot inna anzalnahu fi lailatil qadr. Tha ne zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit dhe mori famë Ramazani dhe vetë nata e Kadrit. Imagjinoje vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot për nga mrekullia e fjalës Zotit që është Kur'ani. Pra kur zbritin atë natë nga Lauhi Mahfudhi në Beitul Izze, pra në qellin e kësaj dynjaje, dhe pastaj për 23 vjet ke Muhamedi alayhis salam, ky Kur'ani dha famë muajit Ramazanit dhe natës në cilën zbriti që quhet nata e Kadrit. Pra nata e Kadrit ka vlerë, Ramazani ka vlerë, Kur'ani është me super vlerë që i dha vlerë këtyre. Këtë mos e haro kur dhe mbaje Kur'anin si për vetes, pjesë të qenies tënde, jeto me Kur'anin të begatohesh në të gjitha dimensionet nga i madhi Zot. Natën e Kadrit duhet me e kërku çdo musliman dhe muslimane e sinqert. Ajo është një natë e begat në të cilën Zoti dha sinjale të mëdha.
Erdhi Xhebrail Emini dhe i tha, tregoj umetit tënd që nata e 4 është në këtë ditë. Dhe doli profeti për t'ia shpjeguar shokëve të tij, do ta dishim edhe ne. I shikon 2 musliman duke u zi me njëri tjetrin. Transmetimi sakt. 2 musliman që e kanë urdhër me qenë vëllezër sipas Kuranit, kishte hyrë shejtani midis tyre. Edhe po bojshin ngrindje. Dhe profeti thot, mu e hoq nga memoria kur është nata e 4. Po inshallah qof më hajër për ju që të boni pra më shumë ibadet. Ulemat e Islamit kanë thonë, një nga problemet më të mëdha që e godet hidhrimit të madhit Zot umetin e Muhammed Mustafas është kur musliman nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin. Dhe po e përsëris dhe po ju them vëllezër motra të nderuara, ju begatofti i madhi Zot, muslimani është vllai muslimanit, motra muslimane është motër motrës muslimane. Larg çdo lloj të keqje, sepse kur nata e 4 ngrehet, imagjino se ç'ndodh. Zoti hidhrohet pra kur musliman nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin. Këtë ja them çdo muslimani dhe muslimanit sinqert, sa ato që kanë qëllime të tjera, ato Zoti u udhëzoft. Po them ai që e ka me sinqeritet ardhjen në xhami dhe me sinqeritet besimin islam. Kurse 2 fytyrëshve nuk i them gjë, vetëm Zoti u udhëzoft. Se të futesh përçarje midis muslimanëve, edhe mos shkosh mirë me muslimanët, edhe nata 4 është ngret, edhe s'është tregu, sepse Zoti ja largoi pse po u zinin ato 2. Pra imagjinoje sa problem është. Por nata e 4 pra është 10 ditësh në fundit netët teke. Ajo është një natë e madhe dhe mirë për atë që e humb begatinë e saj. Gjëja e parë që duhet kërkuar me të madhe dhe s'duhet humbur, sepse nata e 4, vëllezër motra të nderuara, ju begatofti i madhi Zot, nata e 4 do të çojë miliona dhe miliarda musliman në xhenet. Po. In anzalnahu fi lejletil qadri, wa ma adrake ma lejletul qadri khairun min alf shahr. Tha ne zbritëm Kur'anin natën e 4, mësoj ti Muhammed, ku mund të guxosh ti t'japësh se ç'është ajo? Kush mund të guxojë të flasi për natën e 4? Ku din ti ç'është nata e 4? Nata e 4 është më e mirë se sa 1000 muaj. Ty të bekofti madhi Zot, që je me të madhi Zot dhe e ke besu me sinqeritet atë. Natën e 4 ti do marrësh shpërblime të mëdha, siç i ke marrë inshallah në të kaluar dhe do marrësh edhe në të ardhmen. Dhe imagjinoje në peshorën e madhe ditës gjykimit kur të vendosen shpërblimet e natës 4, me miliona, me miliarda do shkojnë në xhenet prej saj, sepse mirësitë e veprave të mira në atë natë i mundin të këqijat që mund të kenë bëu muslimanë dhe muslimanet. Prandaj mos e humb kurrë. Kërkoja atë çdo natë tani, bën ibadet, bën vepra të mira. Se i madhi Zot ka përgatit me mëshirën e vet hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësitë pafundme. Kjo është nata në të cilën mos u ankom mas kësaj pse s'po më shkon mbar. Mos u ankom mas kësaj pse nuk e risk. Mos u ankom mas kësaj pse s'mecin punët. Mos u ankom mas kësaj pse si je optimist. Mos u ankom pas saj ka askush po ankohu ke vetja jote, sepse fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tha nat i përcaktojmë në veprat për njerëzit e mi. Thot i madhi Zot i përcaktoj. E qofse ti je i devotshëm, qofse ti je i sinqert, qofse ti je me të madhin Zot, qofse ti e dashuron krijuesin tënd, qofse ti ke frikë respekt për këtë, qofse ti shpreson tek ai, qofse ti të ka bekuj madhi Zot ke qenë agjërueshëm, je mundu me bëu vepra të mira, e ke pa Kur'anin famlar dhe e ke lexuar, e ke praktikuar atë në jetë, ke qenë i dobishëm familje dhe në shoqëri. E i madhi Zot nat që përcakton veprat, do përcaktoj për ty vetëm hajër dhe mirësi. E pa diskutueshme. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tha nat, çdo çështje e urtësisë dhe mençurisë për besimtarët dhe besimtarët vendoset aty. Ke për të jetuar me gjatë, do kesh rrezik, do jesh i lumtur, do jesh i begat. Pra ti s'e martuar, do martohesh e do t'japi Zoti mirësi pafund në të gjitha dimensionet, vazhdon pastaj në jetën e varrit, do të jesh i nderuar, në ditën e gjykimit do të bekoj madhi Zot, në xhenet do të jesh me profetët, je i shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Natën e 4 janë këto. Tanazzelul malaikatu warruhu fiha bi amri rabbihim min kulli amr. Natën do të zbret Xhebrail Emini vet. Dhe me miliarda engjëj, prandaj tregohet në transmetim të vërtet, mas natës 4 asaj nate dielli nuk e ka shndritjen e madhe siç ka gjithmonë. Se me miliarda engjëj të madhit Zot xhelle shanu e xhelle xhelalu kanë zbrit për respekt asaj nate. Po, me tekst kuranor. Zbresin thot se përcaktohet çdo veprim, atë që po themi ne. Dhe ty shefi madhi Zot me gjitha të mirat. Ty shikon duke të shumë vishu veprat e mira.
ty të shikon duke të përcaktime të mira se e meriton, në bazë të përkushtimit që ke pas për të madhin Zot, e engjëjt zbresin me respekt, por subhanallahu al-azim, vëlla dhe motër të begatofti i madhi Zot, ti në Ramazan pate mungesa. E unë i pari para jush. E ne në Ramazan s'qem aty ku duhet. Dhe në llogarinë e madhe të Zotit gjithësisë ne në Ramazan ngelëm klas. Ne nuk u falëm. Ne nuk u bekum dhe ne nuk u mëshirum. Dhe ne, Zoti i madh u hidhru për 1 apo për 2 apo për 10 arsye. Por i madhi Zot është që na krijoi dhe i din dobësitë tona. Dhe ai e din që edhe në Ramazan mund të jemi të dobët. Dhe nëse në Ramazan ti ke ngel në klas, nuk ke qenë aty ku duhet, nuk e ke bërë ibadetin siç duhet, s'të shngrof zemra siç duhet, dashurinë për të madhin Zot se ke pas aty ku duhet, mos u mërzit. Sepse ai që të krijoi e ka ditë që ti mos jesh nivelin më të lartë dhe në Ramazan ta ka dhënë dhe i nat begat që e përfshin Ramazanin, men qame lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tha kush zmujt Ramazanit, në natën e Kadrit kush është ai i cili bën ibadete dhe shpreson nga i madhi Zot natë ja valim gjithë gjinavet e jetës. Kaq e madhe është. Të kesh pas ti kusure subhanallahu al-azim, shumë. Gjatë gjithë jetës, se nuk thot vetëm për i vit. Ka thonë gjitha kusuret e jetës falen natën e Kadrit. Pra nëse ju kujtohet, ka një për Ramazanin, kush e jep Ramazanit akun, e ka ditë i madhi Zot që do ketë prej nesh, dhe shumica kanë frikë, s'kan qenë në nivelin që kërkohet në Ramazan, e ka dhënë dhe i mirësi tjetër, e cila është nata Kadrit. Thot kush në të adhuron Zotin, shpreson që i madhi Zot i falen gjitha gjinavet e jetës. Pra nëse natën e Kadrit thu sot do më fali mu Zoti im. Fajtor shumë jam tek ai, po ai do më fal se është mëshirues. Ai do më fal mu sa i ka dhënë vetë këto sebepe me më fal. Sa i më ka krijuar mua duke ditë që unë mund të gaboj. Kurani thot, më shkruante dikush që më thote që s'po falem, s'po agjëroj. Jam fajtor shumë. S'po guxoj me përmend fjalën Zot se unë ku t'i çoj gjinavet që kam. Thash thoti gjithë fuqishmi Kur'an, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Thash këto që i the gjitha po, i ke prej shejtanit. Jo prej Rahmanit. Se Rahmani thot, o ju njerëz që e keni ngarku vetë në ju me shumë gabime, mos e humbi shpresën nga i madhi Zot se i fal gjithë gjinavet ai. Kjo është e Kur'anit, ajo ishte e shejtanit. Si koncept. Shejtani ta bjen atë që gjinavet e mia s'ka gjë që i shu. Jo, ka nat Kadri që i shu, Ramazan që i shu, përmirësimi jot që i shu, sprovat që i shu, veprat e mira i fshin të mos u mërzit. Veçanti nata e Kadrit ishte Jera Ishja radiallahu anha. Dhe u ballavaqu me bashortin e saj, Muhammed Mustafa alayhis salam. Tha bashorti im, po profeti i Zotit. Tha po. Tha nëse e ndjej. Pra nëse i madhi Zot natë më jep ndjenjë të madhe dhe unë jam e vetëdijshme që kjo mund të jetë nata e Kadrit, çfarë të them unë? Nëse unë ndjej që ajo është nata e Kadrit. Ti jep ka i ndjenjë Zotin shpirt që ti e ndjen që kjo është natë e veçantë. Jo gjithmonë ndodh, po nëse ma jep dha. Çfarë them? Më mëso. Çfarë ti them sundusit, krijuesit tim dash? Tha thoj Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuj bashortja ime tha, Zot ti e falës, ti e bujar, e don faljen, më fal mua. Sa 1000 muj po, risk pa fund po, mirësi po, engjëj zbresin për respekt po, s'mjaftojnë këto do dhe me të fali madhi Zot i qofshin fal. Do të na falin inshallah. Po. Edhe mbyll me këtë fundit që thot për shkak të vapës. Tha ibn Adem, o biri i Ademit. Ne bëjmë gjithë gjinaf. Po dolin ai hoç tha, ju bëni gjinaf, unë s'boj, është mashtrues. Se gjithë birit e Ademit janë gabimtar. Biles ati që është hoxha apo imam, një gjinaf si tjetri, si xhamati i quhet më i madh, jo më të thush subhanallahu al-azim. Gjithë më katoj. Ka thënë ibn Adem, ma da'uteni wa raja'uteni ghafartu lak. Tha u biri i Ademit, kur më lutesh dhe shpreson tek unë, çfarë gjinafe shke ti fal, për mua kjo s'ka problem. Ky është Zoti jon, transmetimi i vërtet. O biri i Ademit, çfarëdo gjinafi që të bosh,
Nëse shpreson tek unë dhe më lutesh që unë të fal, ti fal gjitha, për mua kjo s'është problem. Një fjalë ka, e kam fal filanin. Mbaroj, u pastrove, ikën gjitha ato, filloi jeta re. Vazhdon pastaj dhe thot, ja ibn Adem, lau balagat dhunubaka anan as-sama. Tha u biri Ademit, qofse gjinafet e tuja kanë arrit skajet e qejve. Kështu ka thonë. Shumë. O biri Ademit, më qofse gjinafet kanë arrit skajet e qejve. Shumë. Imagjino çfarë duhet të kesh bërë. Thumma astaghfartani ghafartu lak. Pastaj ti kthehesh tek unë dhe thuj, madhi Zot më fal, unë ky jam. Zoti s'don atë që thot asnjëherë më fal. Zoti se fal atë që thot asnjëherë më fal. Tha në skajet e qejve, tha i ke gjinafet. Po i ditë ti thuj, madhi Zot e kam ngarku veten time me shumë gabime. I madhi Zot kam pa mirësi pa fot bërit ajo, po ta kthej me të keq. I madhi Zot je gjithfuqishëm, unë i dobët, ti i pasur, unë i varfri, unë askushit, ti gjithçka. Si mund në tokën tënde me ushqimet e tuja, me mirësitë e tuja, u të kthehem ty, mos të jemi edukum si krijesë. I madhi Zot kam shkel shumë mbi Kur'an si kam praktikuar. I madhi Zot më vjen turp se në rrugën e profetit s'jam atje ku duhet. E pendohesh ti edhe e kthen zemrën dhe shpirtin nga i madhi Zot xhelleshanu xhelle xhelalu. Të fali madhi Zot. Qofse kanë arrit thot gjirafet e tuja skajet e qejve, shembulli që është dhënë. Se nuk e dia mund të ketë njëri që të bëj aq shumë sa të shkojnë në skaje, po ideja është edhe sikur këtu të kesh arrit, Zotin e ke falës dhe mëshirës, thot thumma astaghfartu lak, të kam fal, tha i madhi Zot. Prandaj vëllezër mota, jepini myshë dhe përgëzim njerëzve. Ka thënë e fundit, dhe me këtë e mbyllim, tha ja ibn Adem, law ataytani bi qurabil ardi khataya. Tha më ke ardhur mu me gjinafe sa është gjithë toka. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a. Pastaj më vjen mund takimin tim ditë gjykimit dhe ti s'm ke shoqëruar shok. Atë që më ke adhuruar ma ke bërë mu. Të pastërt, sinqert, pa ortak, pa bir, pa varre, pa male të shenjta, pa gjëra që të largojnë nga i madhi Zot ose i bëjnë ortak atij. Gjinafet i ke bërë sa është toka. Por më ke ardhur thot ato adhurime, më ke njoh vetëm mu që jam një dhe një vetëm, sunduesi, krijuesi dhe adhurimet ato që i ke bërë, më ke bërë mu. Ghafartu lek. Tha unë ty të vi sa gjithë toka me falje. Pra po adhurove Zotin, sot në xhumat, begatoft i madhi Zot, nderoft i madhi Zot, lartësoft i madhi Zot, ke ardhur në xhami vetëm me njetin e sinqert që është Ramazan, ke ardhur në xhuma, po ke ardhur vetëm për krijuesin e qejve dhe tokës që të krijoi atë që zbriti Kur'anin dhe dërgoi profetët, të fali madhi Zot nëse ke qenë i sinqert dhe ke ardhur vetëm për atë. Kështu thot profeti alayhis salam. Inshallah Zoti na fal gjithë gjinafet, amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasmi'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. الآن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز الألام. Lavdët mëdha I bëjmë sunduesit ton dashur. E lavdërojmë me madhërim pafundet ai I cili na krijoi. I madhi Zot asnjë mos dali sot nga xhamia na I fal gjitha gjinavet e jetës tonë. I madhi Zot na fal ne, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot na I fal dhe begato baballarët dhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë, begatoj I madhi Zot ato që kanë ndrujet, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot arsimoj, bëjt moralshëm, të ndershëm, fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe të reja tona. I madhi Zot bëj fëmijët tanë se jemi në Ramazan dhe ti përgjigjesh dietarët më dhe hafiz Kuranit famlart. Ruaj fëmijët tanë nga çdo e keqe I madhi Zot. Na po të jetojmë devotshëm, të vdesim devotshëm dhe kur të vijë çasti me dhën shpirt, I kënaq me ne I madhi Zot. Na mëshiron, na fal, na bekon ditë gjykimit. Na bën nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri I tmerrshëm I xhenemit. Qofse jemi në xhenet I madhi Zot, na mundëso ta shikojmë lartësinë, madhështinë dhe bukurinë tënde. Ti je më I lartë, më I madhi, më I bukur, të qofshim fal ya rabbel alamin. Ibadallah, inna Allah yamru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, I cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi I madh, I miri I madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.